Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falëndimin të rësi të akojmet Allah subhanahu wa ta'ala dhe ati përgjëron që të lavdraj dhe të apegoj dërgurin e ti Muhammedin sallallahu alaihi sallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të vazhjel. Të ndohë vëllezër, njerëzit në jetë, për herë kur dëshirojnë të mishërohen me një vlerë, kur dëshirojnë të futen fuqishëm me një vlerë të caktuar, këmbgulin që ta kuptojnë, ta zbërthejnë edhe ta kapin sa më në qendër, domethënien bazë të asaj vlere. Dhe kjo është ndoshta në çdo sferë të jetës. Për shembull, nëse e kena në konsiderat fjalë bie për shembull shkollimin, njerëzit teksa shkollohen ose teksa investojnë për shkollimin e tyre ose teksa jetojnë me idenë e shkollimit, kanë shumë domethënie dhe shumë kuptime të cilat e shoqërojnë gjersa shkollohet. Saktësisht këto konsideroj janë 3 sosh. E para është ajo që kisha dashur me quajt zbërthimi i thelbit të konceptit. Do thotë pse duhesh mu shkollu ose pse duhesh me pasën një kualifikim ose pse duhet një certifikim, do thonë duhesh me zbërthy thelbin e konceptit dhe me të zbërthyer ti pastaj e ke shumë lehtë, do thotë rrugtimin tënd të dijes. E dyta është pasi që e zbërthejmë, kërkojmë ose hulumtojmë ta gjejmë një motivim i cili na shoqëron gjatë rrugës. Do thotë nuk mjafton thjesht zbërthimi, sa na duhet edhe një motivim i cili her pas here ne ndoshta stepemi rrugës, mirë po megjithatë e kemi një motivim i cili do thotë na e ripërtrin rrugtimin. Dhe e treta, krahas do thotë zbërthimit, krahas motivimit, është edhe sforcimi i argumentimit. Do thotë jo vetëm ta kesh kuptuar atë konceptin bazë, po tutje ta kesh shtuar argumentimin i cili të bën edhe më të fuqishëm në atë vlerë. Konsideroj që ndoshta me shembullin e shkollimit, po edhe me shembujt e tjerë, çfarë do që ti i takon idesë, i takon ideologjisë, ke nevojë edhe për zbërthim, edhe për motivim, po ke nevojë edhe për argumentim. Ndaj ne këtu e kemi propozuar këtë temë kryesisht për ta trajtuar në këtë kuadër të kësaj treshe, do thotë tek çështja e udhëzimit, edhe për udhjes në rrugën e Allahut, a jemi mjaftueshëm që e kemi kuptuar dhe e kemi zbërthyer konceptin, a jemi mjaftueshëm që kemi lënë djegse për motivim të vetvetes gjatë rrugtimit, edhe po doli do një stuhi rrugës, a kemi mjaftueshëm argumente për me u ballafaqu me, do thotë me stuhit. Saktësisht. Shpesh udhëzimi në diskursin fetar të gjuhës shqipe përdoret fjala udhëzim për fjalën hidet. Edhe pse ne kemi obligim gjeneratët e reja me respektu trashëgiminë e gjeneratave të vjetra për arsye të shumta. Dhe një për arsye është pikërisht kjo që ndoshta në mendjet e njerëzve dhe në ndërdijet e njerëzve formohet një çështje çka i bë udhëzim. Po shpesh udhëzimi nuk është i barabartë me përudhjen. Udhëzim nën kupton dikush me ta tregu udhën. Ndërkaq përudhja është me të shtin udhë. Me të shtinë në udhën që ti do thotë po e dëshiron. Shpesh na besojmë që jemi të udhëzuar në kuptimin e përudhjes, më po ne jemi vetëm të udhëzuar në kuptimin e orientimit. Do të thonë, një vëlla musliman është i udhëzuar, po është i udhëzuar e di udhën e drejtë, mirë po nuk jemi të sigurt që ka hyrë në rrugën e drejtë. Ose filan motrën e kemi të udhëzuar, do të thonë ka mjaftueshëm shpjegime, shtjellime dhe trajtesa fetare që e bëjnë të femën që është orientuar për tek feja, mirë po a ka hyrë tek feja? Kjo lë pastaj shumë për të dëshiruar. Dhe arsyeja pse lë shumë për të dëshiruar është pikërisht e pjesa bazë, zbërthimi. Çka i bën mu koni udhëzum? Çka do të thotë ti je i udhëzuar? Ose çysh e kishe shpjeguar, çysh e kishe përkthyr ti je i përudhur? Për arsye, unë sot me lenin Allah subhanahu wa taala do të flas për udhëzimin, mirë po me domethënien e përudhjes, jo me domethënien e udhëzimit. Mirë po do ta përdoret termin udhëzim shkaku i respektimit të trashëgimisë deri tani me domthon Islami, mirë po nuk e kam për qëllim ai e orientuar, nuk e kam për qëllim ai e ndriçuar, po e kam për qëllim ai e rreshtuar. Ai e rreshtuar në të vërtetat e Islamit, ai e rreshtuar në të vërtetat e Kuranit, ai e rreshtuar në të vërtetat e Islamit dhe nëse e rreshtu, çka i bie mu rreshtu? Ose si do duhet të ishte rrështimi, ose çish do duhet ti ta kuptoje do thotë rrështimin në fenë Allah subhanahu wa taala. Fillimisht po konsideroj që këtu e kemi unanimisht gjithë një bindje që udhëzimi është një ngjarje e madhe. Por udhja në fenë Allahut është një ngjarje e madhe. Do thotë kët nuk po e kalojmë si një vlerë dhe si një domethënie aksiomatike që nuk kena me e shpjegu, sikundër që e besomi që nuk është një rasti, po është një diçka e madhe në kaderin e Allahut që ka ndodhur që ne sot jemi musliman dhe nuk është udhëzimi ose përudhja një epizod tjetër i jetës pasi jemi ngop nga një jetë tjetër.
sepse ajo pastaj nuk është për udhje, ajo është diçka tjetër. Do thotë, e kemi bën një formë të jetuarit, kemi jetuar në një mënyrë të jetuarit, ndoshta ajo formë jetese na ka zhgënjy, ose ndoshta e kemi konsumuar para kohë, edhe pastaj i kthehemi fesë. Nuk jam të folur për këtë. Jam duke folur për udhje, për perceptim të shëndosh të thelbit të asaj që na ka thirrë Allahu, dhe pastaj ne jemi rreshtuar në të vërtetat që na ka thirrë Allahu subhanahu wa taala. Ndaj, çka do të thotë për ty udhëzimi, çka do të thotë për ty për udhja, kisha pas dëshirë ta kemi gjithsonte referim të plot Kur'anin. Pse ta kemi referim të plot Kur'anin? Për arsye se ndoshta kur e dëgjojmë dikë, çka i bë udhëzim, thotë është qetësi, është gjetje vetvetes. Shumë çka terme, po që ndoshta nuk na sjellin deri tek nënshtrimi para Allahut. Janë më shumë ndoshta terme që sjellin për një ripërcaktim kulturor. Më shumë janë terme që ndoshta thjesht jemi kthyer në një vlerë të jetuarit më ndryshe se të tjerët. Mirë, po jo një vlerë që jemi rreshtuar tek vërtetat absolute të, domethënë të fesë Allahu subhanahu wa taala. Ndaj kisha pas dëshirë me radhit, ashtu sikur se i ka përmendur Allahu subhanahu wa taala në një mori ajetesh. Çka do të thotë udhëzim? E para çka do të thotë Allahu subhanahu. Inna Allaha faliqul habbi wan nawa. Do të Allahu azza wa jalla është ai i cili e çon bërthamën, ai i cili e çon farën. Yukhrijul hayya min al mayyit. Allahu azza wa jalla është ai i cili e nxjerr prej të vdekurit, e nxjerr të gjallin. Prej të vdekurit e nxjerr të gjallin. Saktësisht ky është shembulli më i zakonshëm, do të thonë i asaj se si do thotë një stin, thahen bimët e kështu me radhë, pastaj ngjallën, dhe kjo është se si Allahu prej të vdekurit e nxjerr të gjallin. Në një prej interpretimeve që dietarët e bojnë në këtë ajet dhe ajetet e tjera ku është përmend kjo frazë kuranore, Allahu e nxjerr të gjallin prej të vdekurit, thot prej një njeriu të pauzuar e bën një njeri të udhëzuar. Domthonë ti para udhëzimit je koni dekt. Domthonë nëse nuk e kupton kësaj, do thotë që gjendja përpara për udhjes ka qenë gjendje vdekje, domthonë një gjendje ku ti nuk e di pse je. Një gjendje ku nuk e di ku do të shkosh, një gjendje ku nuk e di pse jeton, është gjendje vdekje, sado që megjithatë është një lloj agonie, mirë, po megjithatë është vdekje. Është, domethënë, vdekje. Për këtë arsye, ndoshta për me thjeshtu se si bet të jesh i vdekur pa udhëzim, dhe çka do të thotë udhëzimi për ty? Udhëzimi për ty do të thotë jetë. Imagjino për shembull ti jesh në një udhëtim, me një formë për formave të transportit bashkëkor, dhe të kapësh një linjë për me udhëtu dikun, qoftë nëpërmjet linjave ajrore, qoftë detit e kundër shkallë, me të pyet dikush aty me thon pse je, ose cili është destinacioni, ose ku po shkojmë, thonë jo, thjesht kom dalë për shtëpi, një xhiro dhe kthehem në shtëpi. Këtë nuk e bën njeri shëndosh. Domethënë, njerëzit edhe njeriu më i parësyeshëm me e taku një njeri në tren ose me taku diku tjetër, domethënë, jo në linj nuk e di se i shtet përfundon mas pamti, apo konsideron se është njeri më i kotë që mund të më ekzistojë. Domethënë, njeri më pa qëllim, njeri më pa, domethënë, moment që ti je udhëzu, ti ke hyrë te koncepti jetës. Moment që je për udhë, kjo art e koncepti jetë. Për arsye pse njerëzit shpesh e shpërfillin udhëzimin, sepse nuk e shohin udhëzimin si jetë. E shohin si ngjarje të zakonshme. Do thotë, disa njerëz andej janë dhënë mas disa qefeve, disa janë dhënë mas disa sporteve, disa janë mas disa ideologjive, dhe ne jemi dhënë pas fesë. Jo, nuk është ashtu. Disa janë të vdekur dhe disa janë të gjallë. Disa nuk e dim pse ekzistojnë dhe disa dojnë mos me e kalu këtë jetë si pa kuptim. Dhe nëse e shes si jetën njeriu bën çmos mos me gërvish për as pak. Madje gjithçka ne e bëjmë për jetën. Ti shkollohesh për me pas një jetë më të mirë. Ti bën çmos për me pas një jetë më të mirë, se jeta ty të shoqëron një jetë që jeta ka vlerë, jeta ka domethënie. Imagjino këtë fjalën një jetë me përkthy barabart udhëzim. A kishe vër udhëzimin tënd rrezik? Fjala bie, a kishe marr jetën tënde edhe me vë buz humnerës? Për shembull, shumë gjëra ty të shkaktojnë fobi, sepse ato gjëra janë rrezik për jetën tënde. Realisht fobia çka është? Është ndjenjë shtuar e frikës që mos po hub diçka për jetës tonë. Kjo është fobia. A ki diçka shka ty ta ngjallni frikë mos me udhëzimin? Unë nuk ban mungjin në këto momente këtë vend, në këtë shoqëni, në këtë rreth, në këtë domethënie, në këtë literaturë, se kjo ma rrezikon udhëzimin, ose barabart. Kjo është e barabart për mua çka? Ma rrezikon jetën. Dhe Allah subhanahu wa taala i thot besimtarëve kësaj, thot ja ju ledhina amenu, o ju që keni besu, istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. O ju që keni besu, përgjigjuni Allahut dhe përgjigjuni të dërguarit për tek ajo që ju thret e që është vetë jeta juaj. Domethënë, secën herë që e menoni diçka, e cila nënkupton rebelim dhe mëkatim te Allah subhanahu wa taala,
Bindu se është rrezik për jetën tënde. Është rrezik për jetën e shpirtit, është rrezik për jetën e amshimit. Është rrezik edhe për atë jetën që shpesh e keni zonë brenda që ta prek, po ti mundohesh me mbyt edhe mos me lënë domethënë me fol. Domethënë, çka është udhëzimi? Udhëzimi është jetë. E dyta, udhëzimi është përmbushje. Nuk po them lumturi. Sepse nëse kisha thonë lumturi, atëherë kish më shku në shumë hapësira të pa prera të filozofisë, çka është lumturia. Edhe pastaj e kish mi bën njerëzit mundje të lumtur edhe me gjona të kota. Realisht më e madhe ose më domethënëse dhe më e plosi domethënë është përmbushja se sa lumturia, sepse edhe lumturia shpërgohet nëpërmjet fjalës përmbushje. Dhe përmbushja vetë fjala tregon që ka ekzistuar një boshllëk që u dash më mush. Edhe njerëzit në logjikshëm e kanë që mbushja nuk është me do si do çfarë do gjë. Më thonë, nëse na sot fjala bie e kishmi pas këtë hapësirë bosh, kjo nuk ish mbush me këdo. U dash më mush me studenta, se kjo është domethënia më mush që kjo soll. Domethënë, do të më ekzistojë diçka për më përmbush. Ç'i bie? Parimisht ti ke nevojë për diçka. Dhe nevoja jote për atë çka ti ke, nevoja jote për diçka tregon ekzistencën e asaj diçkaje, se nuk ishte ngjallë e nevojë pa ekzistuar. Domethënë, ty të kap etja dhe etja jote tregon që ka ujë. Se nuk mund të etësh për diçka që nuk ekziston. Tash përmbushja jote, me çka ke mu përmbush? Domethënë, nëse ishmi përmbushna me kënaqësitë e jetës, atëherë do duhej me hap një kapitull lumturia e kafshëve, se edhe kafshët kanë kënaqësi. Po a ekziston lumturia dhe përmbushja të kafshët? Apo ato janë në proceset natyrshme që zhvillohet jeta? E tyne edhe shumimi tyne edhe çiftëzimi tyne kështu me radhë. Ose nëse të kish qenë jeta thjesht disa hamendje që ne kemi kriju, atëherë a mund të jetë lumturia edhe ëndra, në fundi edhe në ëndër shohim diçka të bukur. Domthon përmbushja është një realitet më i komplikuar. E Allah subhanahu wa taala e ka përmendur në Kur'an që fundja mos e kërkoni diku tjetër, me që unë ju kam kriju, unë ju ka thënë se si ndodh përmbushja. Thot Allah subhanahu, "Men amila salihan min dhakarin aw untha." Kushdo që bën punë të mira, qoftë mashkull apo femër, wa huwa mu'min, edhe është besimtar, nuk ka thënë është musliman. Nuk e ka përdorur termin e Islamit si një identitet fillestar, por e ka përmend imanin si një identitet i përparuar, i avancuar. Ka shku tutje në vërtetimin e Islamit të tij, thot felenuhyannahu hayatan tayyiba. Kena mi dhënë një jetë mirë. Kena mi dhënë një jetë mirë, kjo është premtimi i Allahut subhanahu wa taala. Për arsye, momentet caktuara që ne lëshohemi mëkate, ose momentet caktuara që guxohemi me shkel kufit të Allahut, ose momentet caktuara që mendojmë me shpërfit ndonjë farz për farzat e Allahut, duhet me bind veten, se kjo është e vërtet kuranore, kjo është e vërtet absolute. Jetë të rrezikuar lumturinë dhe përmbushjen tonë jetë. A sot apo nesër apo pas 10 viteve, një ditë prej ditëve kemë pagu koston e kësaj. Domosdoshmë kemë pagu koston e kësaj. E aq më tepër, nëse kemi konsiderat atë fjalën e atij prej robëve të mirë të Allahut që kanë qenë xhenatet e mëparë, që kanë thonë, po ta dinin fëmijët e mbretërve se në çfarë përmbushje jemi na, kishin ardhur me shpata me na i mor. Sepse fëmijët e mbretërve kënaqen vetëm nëpërmjet shkaqeve të tokës. Edhe shkaqet e tokës e përmbushin vetëm për atë çka është kriju. Do thotë, diçka shka e kënaq veshin nuk mundet me kënaq synin. Do nuk mundet më ndrruhe reni në ekzistencë që Allahu çashtu e ka bërë. Syni kënaqet me çka, zemra kënaqet me diçka tjetër. Edhe zemra është boshti edhe strumbullari i përmbledhjes së, domethënë së përmbushjes. Dhe rrjedhimisht atyne që kanë insistuar me e gjetë këtë përmbushje vetëm në sajt të mirave të kësaj dhunjoje, ju mungon edhe ju ka munguar historikisht. Ndaj kanë thonë, nëse fëmijët e mbretërve kishin ditë se si përmbushemi, se si lumturohemi, kishin ardhur me na i morë, domethënë me shpatë, ose dikush tjetër prej të parëve tonë ka thonë, nëse në xhenet është mirë, çish janë ato momentet e përshpytshmërisë ku na e shijojmë mirë imanin, nëse në xhenet çështë ato kanë boll. Më mirë kanë në xhenet nëse që kaq. Saksisht, ato netët më të bukura të fundit të muajit Ramazan për shembull, ose ato momentet më të mira kur Allahu të përgjigjet me një lutje ose kur e shijon Kur'anin, edhe kur do sikur si ke himni me një xhenet të kësaj toke. Domethënë, për çato momente që ndoshta për neve janë momente të rralla, ata i kanë pas momente po i kanë pas ditë dhe natë dhe javë dhe muaj, domethënë i kanë shoshnuar vazhdimisht, ata kanë thonë sikur kësaj të jetë xheneti, domethënë mjaftoi ka kjo si reklamë e xhenetit, domethënë si marketing për xhenetin. Çish është xheneti? Apo do me pre një bilet për në xhenet, shijoje pak domthon adhurimin, shijoje pak në nshtrimin e Allahut, domthon veç kjo si ti atë çkaç mjafton për më kon domthon xheneti shumë domthon shumë i bukur. Domthon
udhëzimi për ty do të nënkuptua ka, domethënë edhe përmbushje. Domosdoshmërisht jetë edhe përmbushje. Domethënia e tretë, çka nënkupton udhëzim, ose çysh duhesh me pa udhëzimin, ose çysh duhesh me lexu udhëzimin, thot Allah subhanahu: "Alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidhulm, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Ata të cilët janë besimtarë, ata të cilët janë të udhëzuar, edhe këtë udhëzim të tyre nuk e kanë ngërvishur me padrejsi, nuk e kanë përly me idhujtari. Atyre u takon siguria dhe ata janë të përudhur. Atyre u takon siguria dhe ata janë të përudhur. Domethënë, është jetë udhëzimi, është përmbushje, është siguri. Domethënë, nuk ka kurkush siguri më të madhe se sa dikur që qëndron pranë një të fortit absolut. Domethënë, sa herë që je më afër dikujt që është i fuqishëm, ti je më i sigurt. Dhe kur je afër Allah subhanahu wa taala, ti je në afër të fuqiplotit absolut që sigurinë që ai ta jep nuk mund të ta dhon kurkush. Ndaj na e komentojmë këtë ajet sikur se ja kanë komentuar dietarët. Siguria në këtë ajet është edhe siguria e kësaj bote dhe siguria e mëshimit. Domthonë kush është i udhëzuar është i sigurt, ose është i sigurt për dënimin e Allahut në tokë dhe është i sigurt për dënimin e Allahut në amshëm. Vetëm siguria që nuk ndëshkon Allahu subhanahu wa taala, nuk trajton sikur se robërit e tjerë rebel e kështu me radhë, është mjaftuar me jetu shumë i sigurt. Mirë, po jo vetëm kaq. Edhe në situatat e ndryshme të jetës, domethënë siguria që ta ofron udhëzimi është domethënë e pakompenzueshme. Imagjino për shembull për kurreshtjen tënde, shkon e lexon një ideologji shumë të kotë. E lexon një filozofi shumë do thotë të pa logjikshme. Edhe të hub siguria, sepse nuk je madje as i sigurt në vetveten tënde, sepse ndoshta edhe të vërtetat absolute edhe ndoshta edhe të vërtetat aksiomatike për ty të bën dyshimta, sepse ideja e asaj filozofie është e tillë që ti dyshosh në gjithçka. Ti, nëse njëri lexon, nëse dikush kërkon, nëse dikush hulumton, realisht hulumton për me bëj jetën më të mirë. Ndërkaq te ky ka ndodhur efekti i kundërt. Do thonë leximi e ka futur në labirinte, leximi e ka futur në ide të kota. Madje e ka futur mos me besoj ekzistencën e vet. Kemë edhe kësaj lloj filozofish, apo? Ndërkaq ky i cili thotë ja unë jam i udhëzuar. Allahu nuk ma ka kërkuar këtë. Allahu dhe i dërguari i tij sallallahu alajhi wasallam nuk ma kanë mësuar këtë. Ky i sigurt. Ky nuk ka nevojë për terapi për të çliruar nga këto ide. Thjesht ky ka qenë i sigurt, thjesht fakti që jam i udhëzuar, mu pse më duhet me shku andej? Pse unë duhet ta hulumtoj në diçka andej? Domethënë absolutisht jam shumë i sigurt. Domethënë, vendi kush ata ofron mundësi për t'u siguruar. Unë jam sigurt, unë jam shumë mirë. Mirë, po këtë nuk e ka ai i cili është i paudhëzuar. Nuk e ka ai i cili thotë vazhdoj ta gjej vetveten. Jo, ne e kena gjetë vetveten. Ne e kena gjetën te Kurani. Allah azza wa jalla ka përmendur Kur'an se në Kur'an e keni vetveten. Në Kur'an e keni vetveten. Domethënë, unë e kam gjetë vetveten atë që ka zbrit Kur'ani. E kam gjetë, nuk kam më gjetë për zbytje. Mirë, po nëse unë tham, unë mëtoj ta gjej sërish vetveten, mirë, po jashtë Kur'anit. Atëherë unë të përgëzoj, po kimë gjetë, ama nuk do të jesh më i sigurt. Kimë ka përcyer në lloj-lloj stuhie. Kimë kalu në lloj-lloj domethënie. Madje ka marrë momente sikur që i ka ndodhur dikujt prej të parëve nga ata të cilët kanë besuar që gjën jashtë Kuranit vetvetja, thotë i komra Allahu sejdë 40 ditë pa e ditë ç'jam të bën. Prej hutisë madhe, prej çorëditjes madhe, thotë i komra Allahu sejdë 40 ditë, po nuk e di çka ku jam tira. Na nuk e kena si siklet. Ne e dimi që i bimi të plotfuqishmit, e dimi që i bimi absolutit, e dimi që i bimi krijuesit. A më na sigurt e krijuesi, nuk kemi nevojë me lyp siguri dikun tjetër, domthon krahas Allahut subhanahu wa taala. Ose për shembull mëkatet. Për shembull ti e kanë larg lidhjeve haram. Për shembull larg lidhja haram me xhinin e kundërt. Ti je i sigurt. Ti je i sigurt sepse dikush i cili lidhet me një vajzë, një lidhje haram, ai nuk është i sigurt. Sepse aty mund të ketë zgënjem, aty mund të ketë tradhti, aty mund të ketë ndoshta edhe ngjarje edhe humnera që ndoshta ata në jetën kimi vujt pasojat, apo? Ndërkaq ky i cili thotë jo, ajo është një zonë haram. Ky është më i sigurt se sa ky. Ulaika lahumul amn, këta janë sigurt. Ndaj ja përsërit vetvetes në vazhdimsi. Sa herë që sforcon udhëzimin të shtohet siguria në jetën e ahiret. Sa herë që rrezikon udhëzimin, rrezikon që ke sigurinë tënde dhe rrjedhimisht del aty ku je më i kanosur, më i rrezikum, edhe do thot më i paratuar. Sidomos tu kisha pas dëshirë në analizuar me që shumica e student rreth i keq. Rreth i keq ta prish sigurinë që kim Allahu subhanahu wa taala. Rreth i keq edhe shoqënia e keqe për çpak momente, për pak çaste, sikurse shejtani që të josh edhe të mahnit, edhe ta zbukron të keqën, edhe mos pramti të ma hyt në ditën e gjykimit që e thot ti ki pas faj, pse më kim gumu? Pse ki shku pas meje? Kjo është faji yt, shkon në xhenem edhe digju vet. Kësaj është edhe rreth i keq. Shpesh domethën
Domethënë duni me ndjer rrethin e keq jo thjesht si një minus, po me ndjer rrethin e keq si një investim për me prish sigurinë tonë. Për shembull, ti je shumë rahat me familjen tonë, ti je shumë rahat me punën tonë, ti je shumë rahat me studimet e tua. Ndoshta me një rreth keq të aktivizohet një joshje që ta prish këtë rati. Edhe pastaj ndoshta e ki familjen më të mirë, po ndoshta fillon me menu që mos u nguta, më duhet një familje tjetër. Ose e ki punën më të mirë, po thua ndoshta kjo fetari po më kufizon sikur ta provoj diku tjetër, ndoshta kom një jetë edhe më të mirë. Pastaj diçka ndodh. As atë andej nuk e fiton, as kët nuk e ruan. Domethënë ngel mes dy humbjeve, mes humbjes së asaj që e ki synu me hamendje nga cytjet e joshjet e rrethit keq, edhe mes atij kapitalit të sigurt që e ki pasën, ku ke qenë tek udhëzimi, që dha tek i humbur e kimet as pa dynjë, as domethënë pa ahiret. Mirë, po sikur se të kishe nejtën larg rrethit keq, që shikon më i sigurt. Domethënë udhëzimi është jetë, është përmbushje, është domethënë siguri. Një ashtu është shpëtim. Na shpesh gjendemi në rrethon që kemi frikë edhe kemi ndoshta ndonjëherë edhe situata të mbërthimit fuqishëm, të trishtimit. Çka nëse Allah e dënon këtë popull? Çka nëse Allah subhanahu wa taala hidhrimi i tij acarohet derisa Allah subhanahu wa taala domthonë i dënon këtë popull? Megjithatë ti më i sigurt se ti e di që Allahu e bani përjashtim për ata të cilët janë të udhëzuar. Thot Allah subhanahu, thumma nunajji rusulana walladhina amanu kadhalika haqqan alaina nunji almu'minin. Kur na e dëgjojmë një dënim, kur na i ndëshkojmë njerëzit, më në fund profetët edhe ndjekësit e profetëve, njerëz të udhëzuar, na i shpëtojmë. Thot është e drejta jonë, është detyra jonë mi shpëtu besimtar. Është detyrë, domethënë nuk është e jotja. Domethënë çysh mundet me ndodh dënimi i Allahut subhanahu wa taala. Për shembull, nëse këtë popull të pabindur, të rebelum, Allah subhanahu wa taala e ka në dijen e tij që ka më dënu tek pasardhësit e tyre. Ti kur pasardhësit e tu mund të jenë të rrezikuar, ti mund të jesh në varret e tyre, ti s'mundesh me bë kur gjë. Ti mund të jesh në varre ndërka ata në jetë dhe Allahu mund ta kaploj këtë popullin tonë me dënim. Ama Allah subhanahu wa taala i shpëton pasardhësit e tu. Allah i shpëton pasardhësit e tu, ti mund të mos jesh fare, domethënë në jetë mirë, po Allah e shpëton shkaku i udhëzimit tan, shkaku i devotshmërisë tonë, shkaku i përkushtimit tan që e ki ndaj Allahut te bareke ve teala. Thot Allah subhanahu, fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. O ju njerëz të mëshëm, o ju njerëz që keni mend, jeni devotshëm ndaj Allahut, rrini në vijën e udhëzimit nëse doni me shpëtu. O çka që thjesht, domethënë nuk po e ndjej udhëzimin, ose ishin ditë mira ku disa çuna morën në xhami dhe udhëzova, mirë po jo që ishte një ngjarje e madhe. Kuptoje, është shpëtimi jot. Nuk e kupton si shpëtim ta merr Allahu. Nuk e kupton si siguri ta merr Allahu. Nëse nuk e kupton si përmbushje ta merr Allahu. Nëse nuk e kupton si jetë ta merr Allahu, dhe kjo është të ndodh. Domthon sa familja, sa lagje i kena pasën më të udhëzuarin ndoshta para 10 viteve, sot domethënë i kena shpërfillës të udhëzimit dhe mendja thonë ka qenë periudhë që jemi ngut, ose ka qenë periudhë që na kanë indoktrinuar, ose na ka shpërlar trunin dikush. Nuk është shpërlarje e trunit dikush që ta ka dhënë rrugën për me shpëtuar ditën e gjykimit. Nuk është shpërlarje e trunit që dikush që ta sjell platformën më të sigurt. Këto tjerat janë eksperimente. Gjithçka që na është dhënë këto 20-30 vjet, po edhe para 20-30 vite, edhe çka mund të na jepet postmodernizmit utje, kretin eksperimente. Vetëm që nuk është eksperiment, sepse nuk mund të jetë eksperiment nëse platforma është për atij i cili e ka krijuar njeriu. Domthon, ai e ka krijuar njeriu, ai e ka shpall platformën, atë nuk është eksperiment. Është thjesht, domthon, udhëzim nga ai i cili e ka hartuar, e ka krijuar se si do thotë funksionon edhe se si jeton i lumtur. E tjetra që është shumë e rëndësishme, e që ndoshta do një herë tjetër, kjo meriton një trajtes pak më të gjatë, udhëzimi është çlirim. Udhëzimi është çlirim. Njeri i cili është i pa udhëzuar është rob. Është rob i veseve, është rob i trendit, është rob i asaj, madje është rob edhe i algoritmit. Ai i cili nuk është i udhëzuar, nëse algoritmi çdo 3 javë është do tema, ai është rob i çatij algoritmi. Ai nuk ka mend, mendja e tij nuk është duke procesuar me forcat e veta. Për mendjen e tij është duke menduar dikush tjetër. Ndërka që Allah subhanahu wa taala kur e tregon se si shejtani masi e ka morën atë kërcënimin edhe afatizimin që ka me ekzistuar derisa të jetë të fundi i botës, edhe thot kom me u zbukuru njerëzve të keqën, kom me i fut njerëzit në rrugën e gabume. Thot Allah subhanahu, inna ibadi laysa laka alehim sultan. Thot mirë, po ti nuk ki kur far force kundrejt robëve të mi. Domthon, kundrejt njerëzve të udhëzuar ti s'ki forcë.
që i bie, kushdo që nuk është i udhëzuar është i pushtuar. Kushdo që nuk është i udhëzuar është i pushtuar, ai nuk është i liri vetvetes. Do thotë njerëzit sot japin një jetë për liri. Njerëzit sot, për shembull, nëse pyeti kë, pse ti kaq shumë investon për fjalabia për shembull për shkollimin tënd ose për karrierën tënde, thotë që të kem pavarësi financiare, apo? Do thonë, njerëzit punojnë ditë e natë, janë të pavarur, janë të lirë. Mos mbrëmti ti si je i lirë. Nëse si je i udhëzuar, ti nuk je i lirë, se ti je rob. Imagjino ti je i rob, edhe një përcaktimi që ka ndodhur para ekzistencës tënde. Domethënë, populli jot prej vitit 1980 besojnë kësaj. Ti s'ke ekzistuar në 1980. Ti je peng i asaj se ti nuk jetu me Kur'an. Në moment që jeton me Kur'an, ti as nuk je peng i diçka të 1980-s, as nuk je peng i diçka që del këtë javë, as nuk je peng potencialisht i diçka që ka mund të më dal tutje, se ti je rob i Allahut. Do thonë, udhëzimi është çlirim. Udhëzimi është do thotë liri edhe është çlirim sepse çdo lloj robërie jashtë robërisë origjinale është skllavëria më e poshtë që mund të ekzistojë. Do thonë, Allahu kur e ka krijuar robën e vet, e ka bërë të tillë që robëria që i shkon për shtati është vetëm robëria për Allahun. Krejtë robëritë e tjera janë të poshtura. Domthon, a ki dëgjuar dikush i cili thotë nina keq kur i bie Allahut në ruku? Është shumë për ulje. Nuk nihesh keq se është e natyrshme. Mirë po, ka diçka më nënçmuese me thon dikush për kulmo. Se kjo është fallca, kjo nuk është e vërtetë. Ndaj domethënë ti je i lirë kur je te robëria e vërtetë për cilën je kriju. Dhe rrjedhimisht, e që realisht kjo është thelbi i ligjëratës. Nëse ne kena kuptuar që udhëzimi bie lirim, edhe çlirim, sepse kthehesh te robëria, atëherë i bie që ne nuk kemi udhëzuar nëse nuk jetohemi me Kur'an e Sunet. Ne nuk kemi udhëzuar nëse nuk jetohemi me proklamatën e shpallur. Ne nuk kemi udhëzuar nëse nuk jetohemi me shpallje. Nëse na jetohemi, nëse gjithkujt i vën rejeni me na tregu çish duhet me jetu, çish duhet me besu, çish duhet me adhuru Allahun. Çfarë fetari e ban me pas dhe çfarë nuk ban me pas. Ose cila fetari nuk është problem dhe cila është problem. Mirë po këtë ato pas sinkron me Kur'anin e Sunetin, atëherë realisht nuk kemi të udhëzuar. Ndaj kisha pas dëshirë me analizuar një fakt. Kush e ka potencialin, kush e ka dijen, kush e ka absolutësinë më të madhe se sa Allahu subhanahu wa taala me ta tregu sistemin, ndërkohë ai vetë është që të ka kriju. Thot Allahu te barekuhu teala, "Ela ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir." A nuk e di ai që është krijuesi i gjithdijshëm, që ai vetë ka kriju, ai nuk e di se si duhet me jetu? Domethënë, këtu ju lutem mos e shtrëngoni shumë fetarin se e kena shtrënguar para 20 vite dhe nuk na ka dalë mirë. Kush je ti e kena shtrënguar para 20 viteve, pelirojmë mas 20 vjet. Ti si e kur kushi, as me shtrëngu, as me liru. Ka shpallje, ka Kur'an, ka Sunet. Domthon ti je rob edhe un jam rob. Robit nuk i jep urdhresa. Urdhresa jep Zoti robit, jo robi robit. Për këtë arsye, çish mundi me kuptuar çka temën e fetarisë në mënyrë të denjë, me kuptuar me ubudie, najna robër të Allah dhe rrjedhimisht najna skllëvër të tij, në sistemin e tij. Ne i nënshtrohemi sistemit të Allahut subhanahu wa taala. Çat sistem e gjemi në Kur'an. Çat sistem e gjemi në Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe nuk e pyesim askë, mirë po ne mund të referohemi njerëzve për më na zbërthyj këtë Kur'an e Sunet. Për më na treguesi me kuptuar Kur'anin e Sunetin, jo për më na zaventsuar sistemin, jo për më na krijuar planet, domethënë e mundshme që na e zaventsuajnë domethënë Kur'anin edhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ktu kisha pas dëshirë atë shembullin që na shpesh e përmendin apo ligjërata që shpesh fatkeqësisht e kemi bërë në klishe, po është thelbi për me kuptuar filozofinë çka i bëhet ti jesh rob. Vend dikush te Ibrahim ibn Adham dhe i thot, "Ma gjeni rrugë se si të shlohem në mëkate. Ma gjeni rrugë që të jem i relaksuar në gjuna. Ma gjeni rrugë se si të bëj gjuna pa u ndje me fajin e mëkatit." Edhe i thot, "Po, është një rrugë." Thot, "Ja po ti tregoj." Thot, "E para thot, atë ditë që do me bë atë ditë që do me bë mëkate, thot, mos ha prej furnizimit të Allahut. Mos ha buk, mos pi ujë, diçka që e ka lëshu Zoti furnizim, mos e përdor edhe ban shlir mëkate." Ai thot, "Pse, është e mundur? A ka diçka në tokë që është jashtë furnizimit të Allahut?" Thot, "Çyshte, përdor furnizimin e Allahut, ajrin, oksigjenin, ujin, ushqimin, gjithçka, diellin, këtë janë të Allahut dhe ti bën mëkate të Allahut." Thot, "E dyta thot, nëse do mi bë mëkate të Allahut, gjeni tokë tjetër, jo tokën e Allahut." Thot, "Pse, ka një diçka në kozmos që është e dikujt tjetër krahas Allahut?" Thot, "Jo." Atëherë thot, "Çysh, në tokën e Allahut ti bën mëkate të Allahut?" Do të thonë, shkon ti në një oborr mbretëror, edhe para syve të mbretit i bën mëkate. E treta i thot,
Munohu thotë kur dosh me bë mëkatet Allahu, kur do me bë mëkatet Allahu thotë shko aty ku nuk çe Allahu. Thotë pse thotë a ka mundsi njëri më fshi Allahu? Thotë çështja e di që Allahu është absolut, që nuk i fshet asgjë dhe prapë je shumë i relaksuar me bë mëkate. E katërta i thotë kur vjen momenti i vdekjes, thotë nëse do me bë gjunohe, konsidero që nëse të zën vdekja në mëkate, thotë munohu që kur vjen me engjëlli i vdekjes i thuash pritëm edhe pak. Thotë po kjo është e mundur? Thotë qysh ti e di që nuk është e mundur ta shtysh vdekjen edhe prapë relaksohesh mëkate? Edhe pesta i thotë kur vin rojet e xhenemit me të marrë me gjujnë xhenem, thuaj mos më gjuni. Un kam pa mëkate, trupi jam është, jeta jeme, ç'a duba në jetën time. Thotë nali banorët e xhenemit, ato rojet e xhenemit, mos i lejo me gjujnë xhenem. Thotë pse është e mundur me i rezistue rojet e xhenemit? Un konsideroj në vëllezër që kjo shpesh citohet në domethënien e waadhit, në domethënien e këshillimit, në domethënien e zbutjes së zemrës. Unë besoj se ky rast është rasti më i mirë prej atij që është udhëzuar që 2 muaj. E deri që ai që është lindur i udhëzuar, deri ai që është babë gjysh i udhëzuar, ta kuptojnë që thelbi i bindjes është me e kuptuar që ne jemi robër. Ne s'kemi ku shkojmë prej rrezikut të Allahut, prej tokës së Allahut, prej mbikëqyrjes së Allahut, prej vdekjes edhe domethënë prej dënimit të Allahut. Ndaj ti domethënë e rregullon bindjen tënde ndaj Allahut në sa i të këtyre domethënia, kështu që kisha pas dëshirë me nënvizu 2 fakte. Fakti i parë që kjo domethënia e çlirimit, të mos jesh rob i dikujt tjetër, dhe të jesh vetëm rob i Allahut, realizohet vetëm në sa i të 2 rregulla fetare. Rregulli i parë është ajo që ka përmendur Allahu subhanahu wa taala në një ajet kuranor ku e vë që një besimtar i vërtet nuk ka alternativë para urdhëresës së Allahut. Domethënë Allahu urdhëron, nuk ka diçka krahas urdhëresave të Allahut ta rishikojë edhe në mënyrë tjetër. Domethënë për neve çështjet e Allahut janë definitive. Urdhëresat e Allahut janë absolute. Përcaktimet fetare janë të pakompromista. Kjo është e para. Dhe e dyta është urdhëresa e Allahut subhanahu wa taala, udkhulu fi silmi kafe. Hyni komplet fe. Nëse njeriu nuk e merr fetarin në tërësi, nëse nuk e kupton sistemimin në sistemin e Allahut si sistemin plot, nuk mund të më dhënë rezultat. Pse? A ka diçka jashtë fejes që funksionon në mënyrë të pjesshme, ndërkaq është e predispozuar të realizohet vetëm në mënyrë të plotë. Për shembull, ti e ke fjalabinë në diçka që duhet me funksionu. Gjithçka në rregull, ndoshta vetëm një buton ti thu jo, po një buton s'ka dert. Jo, po se aktivizova atë buton nuk funksionon kjo. Domethënë, unë e kam fejan vetëm tek namazi për punë tjera, Zoti më fal. Kjo nuk është e vërtetë. Domethënë e ke keq kuptuar. Domethënë ti me namazin e vërteton islamin tan. Mirë po nuk i garanton frytshmëritë e islamit. Frytshmëritë e islamit, siguria, përmbushja, lumturia, jeta, nëse e merr sistemin në plotësi. Për këtë arsye, fjala bie edhe pse nuk kisha pas dëshirë me zbrit ligjratën në këtë nivel. Madje edhe ti nëse e keni klient, të cilët ja ofroni produkt, ti ja kurzon, po e realizove në këtë mënyrë kjo funksionon, por ndryshe nuk funksionon. Unë nuk jap përgjegjësi nëse ti e modifikon funksionimin. Unë nuk jap përgjegjësi nëse ti e merr e realizon përgjysmë. Dhe unë kam përshtypjen që që shumë njerëz thonë, "Ne na fetar, po nuk jena as përmbushur." Jena fetar, po nuk kemi gjetur as lumturi. Jemi fetar, po nuk kemi gjetur atë shumë ndim për Allahut. Ku është problemi? Te formula apo te ne si zbatues? Te ne si zbatues, ne e kemi marr pjesërisht. Ne e kena modifikuar, e kena marr, edhe pastaj do thotë e kena modifikuar me mendjet e tona. Edhe para fundit, çfarë do thotë udhëzimi për ty? E që këtë nëse se kemi kuptuar deri tash, atëherë duhet seriozisht mu bë marak. Udhëzimi është për zgjedhje. Udhëzimi është për zgjedhje. Keni vëmendje që këtë ajet kisha pas dëshirë të jetë mesazhi i kësaj ligjërate. Thot Allahu azza wa jall. Thot Allahu subhanahu, "Qul lillahi al-mashriq wal-maghrib." Thuaj lindja dhe perëndimi janë të Allahut. Lindja dhe perëndimi janë të Allahut. Apo tash janë 2 skajet që ti mundesh me menu, apo çka i bie cep më cep. Lindja dhe perëndimi janë të Allahut. Yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Dhe kudo Allah është në udhën e drejtë. Dhe kudo Allah e për udhë e udhëzon në rrugën e drejtë. Ku është lidhja mes lindjes dhe perëndimit dhe kudo Allahu e udhëzon në rrugën e drejtë. Do thonë, o rob, me kësaj lindje që ty doket shumë e largët, edhe asaj aty perëndimit që doket shumë i larg, ti je këtu në një tur miliardësh, ty të kom përzgjedh. Ty të kom përzgjedh, ti nëse se kupton që të kom përzgjedh, ti ke defekt serioz. Të kom përzgjedh. Imagjino domethënë Allah subhanahu wa taala kur i drejtohet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për xhaxhain e tij, i thot Allah subhanahu innaka la tahdi man ahbab. Ti s'mundesh me shtin në udh, nuk mundesh me për udh atë që ti do. Walakin Allah yahdi man yasha, mirë pa Allah e udhëzon këtë doj. Domethënë Allahu këtë doj edhe para se me ekzistuar ti diku në dijen e Allahut, apo
dhe në shkrimin e Allahut e ka ekzistuar se ti sot ke marrë me ngua me çu salavat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Domthonë kjo është përzgjedhje. Dhe shpesh njerëzit, në vëllezër, kur përzgjedhjen nuk e çmojnë, e irritojnë atë i cili ka përzgjedhur. Imagjino për shembull nëse ti për kohë gjatë kujdesesh mja përzgjedh dikujt një dhuratë. Edhe në fund kur ja jep atë dhuratë, ai nuk e ka idenë çka është dhurata. Po dikush i tregon është shumë e shtrenjtë, është shumë e çmuar, vjen për një event, është shumë e rrallë, jepet për shumë evente të rralla, ku diun çka, i jep shumë fakte me kallëzues se është shumë e rrallë, shumë e veçantë. Edhe pastaj në ditë prej ditëve ti e gjen vend me vizitua dhe e gjen se e kalon me një vend ku është në çmim me lana dhuratë. Ti nuk është thjesht që nuk i me çmu ose ki mu prek pikse. Ti mu ki mu irritu. Kjo ka gjas me kalu në urrëtie. Në dhuratën që ti ndoshta e ki hek prej pasunisë tënde. Diçka për ty ka qenë shumë e çmu. Ai pastaj e vë aty ku s'ka vlerë. Domthonë, kjo i bie që ti më tash je duke pezmatuar hidhnimin. Jo thjesht duke e nalën dhurimin. Domthonë, nuk është që mo ai e ndal dëshirën për me dhënë dhurata. Ai ka gjas nga dëshira për dhurata me kalu në dëshirë për hakmarrje, dëshirë për urrëtie, dëshirë për dënim. Ne menojmë Allahun subhanahu wa taala të mëshirshëm, edhe shpresojmë që Allahu mos më na trajtojë kësaj. Mirë po shpesh disa sjellje tona, disa çësje tona janë domthonjë të kësaj natyre. Për arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka pa Omerin duke lexuar fletushka të Ben Israelëve, apo është hidhnu, është pezmatu. Jo që nuk është në rregull, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar që lexoni nga ato që, domethënë nëse ju vijnë transmetime, kallzoni nëse, domethënë nuk janë kundërshtim me Islamin kështu më radh. Mirë, po pse? Ka dash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me e pa te Omeri dhe te shembulli i Omerit dhe shembulli jon një fetari që as nuk na bëhet vonë mi pa më. As nuk na bën përshtypje. Imagjino dikush thotë, është një mendimtar shumë i thellë, ta kishmi dëgjuar. Çka ka gjeta i thelli, mos na ka thënë Kurani apo Suneti se shka jeta. Imagjino sa musliman sot jetojnë me fjalë të njerëzve që tregojnë si jetohet, ndërkaq ata kanë bërë vetvrasje. Ose tregojnë se si bëhet familja, ndërkaq ai mos promti s'ka pas familje. Ose tregojnë se si jetohet me dashuri, ku diun çka, ndërkaq ai kurrë në jetë nuk e ka pasën as çnosh dashurinë e prindve, as dashurinë familjare, as dashurinë bashkëtorë, kur gjë s'e ka pasë shëndosh. Për arsye domethënë, dhuratën që ne ka dhënë Allahu, me ndjeje që na ka përzgjedh. Me ndjeje që na ka përzgjedh dhe rrjedhimisht kjo ndjenjë që Allah na ka përzgjedh me na bën me rujtën edhe më shumë, edhe fundit e qelos Allahu me na mësu të gjithëve, është domethënë çka na kupton në zemë, është fitore. Allah subhanahu wa taala thot për ditën e gjykimit thot Allah azza wa jall hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Kjo ditë ju që keni ardhur, që keni qenë të udhëzuar, sot kam ju bë dobi kjo juve. Ju që keni qenë në udhë, keni bë sabër, keni duru shumë shpesh, keni pas sfida, kam ju bë dobi. Çfarë dobi? Thot jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Tash ju vin juve xhenetet, parajsa në cilën rrjedhin lumej dhe ku do të jeni përgjithmonë. Radiallahu anhum wa radu an. Allah është i kënaqur me juve dhe jeni të kënaqur me Allahun. Dhalika al-fawzul azim. Ç'kjo fitoria e madhe. Ç'kjo fitoria e madhe. Domethënë, a di cila është fitoria? Veç me menu se ç'kjo ulzim ka mu shpërbly me përjetësi, nuk ka fitore më të madhe. Sepse imagjino çka do që mundet me të ardhë në jetë. Në këmbim të këtij ulzimi është shumë e përkashme, shumë e shkurt. Ik shpejt. Ndërka çfarë do stabiliteti, çfarë do të qëndrueshmëria, që ti nuk largohesh pikë këtij udhëzimi, ka mu shpërblyer përjetësi e cila nuk ka fond, thot Allah subhanahu, "Faman zuhsiha 'anil nari wa udkhila al-janna faqad faz." Kush shpëton pi zjarrit të xhenemit, edhe hyn xhenet në Allah, ky ka fitu. Domethënë, çka ka fitu dikush që mos pronë të digjen në xhenem? Domethënë, ka fitu një çmim ndërkombëtar, dikush e ka fitu një arritje, dikush ka bën një karrierë të bujshme, dikush është njëri më i famshëm. Çka janë këtu mos pronë ti ka mu djegën në xhenem për gjithmonë? Fitoria më e madhe është me vdek i udhëzuar. Fitoria më e madhe është me vdek i udhëzuar edhe me dal për Allah subhanahu wa taala si till. Elos Allah azza wa jalla më na dhonën edhe përmbushjen, edhe jetën, edhe sigurinë, edhe këtë fitim edhe fitore të madhe, po edhe më na e bë me ndjeç këtë përgjigje dhe mu çliru nga çdo gjë e kot. Çdo gjë e kot, për cilës nuk çlirohemi, na kushton në udhëzim edhe rrjedhimisht në ditën e gjykimit. Sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad.